protestuesit. E gjitha kjo do të vi pasi të jetë të shndruar apo le të themi ndryshuar sistemi elektoral, pasi sistemi aktual elektoral e pamundson ose më saktë e vështirëson që klasa e re politike të mund të ketë të çajë apo të deportojë përballë partive të vjetra. Pasi vlen të theksohet që me sistemin aktual elektoral një farforme favorizohen dy partitë kryesore, pra partitë më të mëdha në vend siç është Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, dhe pikërisht kjo synohet të zhbohet edhe nëpërmjet këtyre protestave. Mbetet për të parë se sa do të jenë të arritura, le të themi, përmbushja e kërkesave të studentëve dhe protestuesve, pasi janë një sër kërkesash krahas ndryshimit të sistemit politik apo elektoral politik, është edhe kërkesat që kanë të bëjnë me zhbërjen e disa ligjeve më saktë, pasi siç është ligji i ndryshuar përsa i përket zonave të mbrojtura, ligji për paketën e maleve apo një sër ndryshimesh të tjera, të cilat qytetarët kërkojnë të zhbohen këto nisma që janë kthyer tashmë në ligje, pasi sipas tyre favorizojnë oligarkët, klientë të qeverisë dhe pamundsojnë, le të themi, zhvillimin normal, duke i marrë kësaj tokat sipas tyre qytetarëve të thjeshtë, shtetit nga ana tjetër për t'ia dhënë investitorëve strategjinë.